Mirëmëngjes të shikues të dashur të televizionit të shtatë. Mirë se po takohemi edhe këtë hënë për të kujdesur për sjellur energji të kjo në këto ditë të nxehta vere. E lumtur që pas javëve të suksesshme bashkë me Aurorën, në të njëjtën kohë edhe këtë hënë po nisim me plot pozitivitet për të cilë materiale nga tereni e biseda në studio, të cilat po besoj që sadopak janë frymëzuese e në të njëjtën kohë do merrni mesazhe prej tyre. E kur jemi tek biseda dhe intervistat në studio duhet ndalen pikërisht sot këto. Do kemi të ftuar një mërgjimtare. Kur është fjala për verë, sigurisht se mërgata janë ata që e bëjnë edhe më të veçantë verën. E sonte bashkë me ne kemi një mërgjimtare nga Zvicra. Ajo është lindur dhe rritur në Kosovë, mirë po tutje ka vazhduar jetën në Zvicër. Për gjithë historinë e saj dhe shumë shka tjetër, do kemi mundësi të ndjekim intervistën cilën do realizojmë në studio bashkë me Adelina Gili Hasanovic. E dashur mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Shumë e lutem se sot je bashkë me ne. Faleminderit shumë. Ja, lutem rato. Faleminderit që je pjesë e jona sot. Faleminderit për ftesë. Si të kemi Adelin? Shumë mirë. Qysh kanë shku këto 3 javë, 3 javë vere në Kosovë? Shumë shpejt. Tepër, do më thonë 3 javë shkojnë si me kon 3 ditë. Veç dita e parë është kështu kur t'jesh këtë, e din që po të shkon ka dole, ama masa nej nuk më nëshme një gjithë ditë. Qish po ju pret Kosova juve mërgjimtarve? Shumë bukur, shumë bukur. Sa për veti, tash që mu i më thonë, do më thonë, unë s'kam kur farë problema, unë veç knaqëshna kur duj. Knaqësh Kosova? Po. Unë e di se me priordi e nga Mitrovica. Po. A shkon shpesh Mitrovic? Po. Apo ma shumë je ka Prishtina? Po, kur t'jom kështu me thmije, me jam ma shumë knejmë Prishtinë, se du ma shumë sene mi u kalzue, qa shkojna në pështetë tjera, kështu që ja kur t'jom vetën, ja kur t'jom veç me burë, është apet situata ma ndryshë se i ma shlirë, amo kur t'jom me thmi këto do më thonë krejtë Kosovën, du mi au kalzu. Qka ju ke të rëngu për historinë në Kosovës? Vetë je një fëmi që është largu prej Kosovës në një periudhë lufte, që po besoj që është një situatë goxha e rëndë për juve si fëmi të asoj periudhe. Ju ke të rëngu për historinë në Kosovës, për heronjët tonë, për vendin tonë? Po, e din paka shumë, e din, amo krejtë kështu nuk për muj që shthojnë... Me ju të regu krejt, a? Po, me ju të regu krejt, se edhe halo janë të fëmi, nuk është nevoja, edhe është me hinë në përsene që... Me ditë shumë që ka ka ndodhë. Po, do më thonë, aja vjen edhe prej vetë-vetijut kur të rritën. Kanë me mësu. Po, unë po mënona sa ma shumë veç sanet e mira, që ka Kosova, me ju të regu, me ju kalzu, që me pos ata edhe arsye kur t'janë ma të mëdhajt, ja kur s'jena namo, që kanë arsye për me orë në Kosovë. Me orë në Kosovë, prapë. Unë e përmenda që ke shku në moshën 1 vjeqore në Zvicër, ha? Po, ma e vogël jam konë. Ma e vogël jam konë. Qysh ka qenë kritjetesa jote të adaptimi ytë në Zvicër? Është e thane që ke qenë ndështë ma e vogël se 1 vjeqare, ndështë nuk e ditë shumë as për Kosovën, po sigurisht duke u rritë mes 2 kulturave, po besoj ka qenë goxha e vështirë. Po, nuk është edhe bash letë, me thonë, se do me thonë, unë apet thashma ndryshe kam une që jam konkret bebe kur jam shku në Zvicër, e ma ndryshe janë ata që i kanë 10 vjetë 15 kur shkojnë të në diaspor. Amo për veti tash është, për mu nuk u konë shumë zërë, veç zërë u konë kër veshëm këtu në pëshem, të në me lonë këtë ven apet. Do me thonë se njën vetën ma rahat se është veni ytë, edhe je shumë ma e qetë, ma e rahatshme, se din që jenë vend tonin. Me qka meret Adelina në Zvicër? Në fakt, paka shumë kemi po në rrjetet sociale, je goxha aktive, je influencere, njerëzit kanë pritë shumë mirë, po të regam rajështë me qka meret Adelina në Zvicër? Une normal e kum pos dugojën teme, do më thonë me kosmetik, që është që kum su në Zvicër, e kum pos dugojën që i kum bo thajt edhe vetlat, po e kum pos një problem me kraj me dur, që mu duf mu bo operacion, kështu që nuk e ka ma dëqan. E tash për momentin mirë na veç me social media. Veç me social media. So po është e vështirë edhe në të njëjtën kohë tash je mes Kosovës edhe Zvicrës. Video që i bën për Zvicër në të njëjtën kohë i bën edhe për shqiptarët që të ndjegen. Po, do më thonë, që ta 4 muaj të fundit, ja kum nisë mi bo storit edhe videos kur t'i bëj mi bo edhe Shqip, se normal na atje fullum Shqip rreth familje sekret, amo është ma ndryshë se apet ki ma shumë ma shumë full gjermënisht se që full Shqip, do me thonë, po. E nuk e njën vetën qatë sigurt, për me se gjithë kujtën të ne, me full në diqka keq, ama mos nuk është qashtu që shthuhet në Shqip, është apet ma ndryshe, ama në fund të ne i këmë thonë, hajtë se
edhe ata njerëz do të me morë vesh. kështu qëshja, a? Po, qashtë. Do të me konë qëshja, ma ata që e morin vesh, aj normal njerëzit që jenë këto, do të edhe pak me kuptu nga diasporës, apo të kena ndryshë shumë a shumë gju, nuk është bashkallaj, të në krejt senet mi pas. A ke pas vështirë ndoshta me qenë se je për atyre fëmijëve që e rrit mes dy kulturave, me mësu edhe gjuhën shqipe në të njëjtën kohë, po edhe gjuhën gjermane. So ka qenë e vështirë kështu për ty si fëmijë ndoshta në atë periudhë me qenë mes dy kulturave, mes dy gjuhave, gjuhëve në fakt. Për fakt, gjuhën shqipe të kom mësue kër i kom pos 5 vjetë. Në thonë, ona jame 5 vjetë të parë, vë gjermënisht ka full me mu, se ka dosht për mu ma letësu, do më thonë venin në Zvicër. Për me pos unë e ma letë, mësë me pos shtirë, toni në shkollë. Do më thonë, te kër i kom pos 5 vjetë, ja kom njësë me mësu gjuhën shqipe. Edhe kështu nuk më ka ro shumë zërë, se ka pos shumë prej nesh, tash atje në diasporë, si do mësë në Zvicër. Do më thonë, plosa u konë plot, si me shqiptarë, si me tjertë, i na konë kështu mix. Po, për që ata nuk u konë atë zërë, se me u rritë tash vish me Zvicëran, për shemull. Qysh është me qenë fëmi në diasporë? Po besoj që gogja e vështirë, sepse shumë prej mërgjimtarëve thonë se nuk jemi asë në shpinë Kosovë, e asë atje në Zvicër. Jemi gogja në mes, në fakt. Qysh është me qenë diasporë? Moj men, kur ja marrë thëmi gjithë në Kosovë, ma thojshin që janë ardhë auslanderat. Të ka pengu, Adeli? Do me thonë se na tash që jemi jashtë, na jena edhe atja auslandera edhe kur vina në Kosovë. E ju të isha veti qysh është kjo mundur me konën edhe këto auslandera edhe atja auslandere. A i tash normal, unë jam kënë thëmija, atë sene nuk i kuptojsha. Po të janë isë më rritë është apet ma ndryshe, i merë senet ma ndryshe dhe nuk i merë qaq ofër zemre si me morë një thëmi tash për shemull. Për që ta nuk unë pengon, kur të më thot dikush ati e mërgjimtar, ati e diasporës, tash, unë jem që aja që jem, do më thonë vetë nuk e kina zgjil, po për një rast jena shku edhe... Keni mbet atje? Qashtu. Atje bashkë me familjarët, a? Po. Okej, për ndryshë Adelina është edhe non, Adelina ka 3 vajza nëse nuk ka boma, po? 3 vajza, po. 3 vajza. Po një vajzë shumë e re kështu dukesh, edhe tash edhe para se me hynë në studio, tash më duke shumë e re Adelina, kështu që qysh është sfida të qenë rritë nane, dhe tash e përmendit që edhe fmit ke qef me i prunë Kosovë, që me u lidh pak ma shumë me Kosovën, po vazhdojnë një farë formë me një farë tradite shqiptarëve që edhe për gjeneratat cilat po vinë, me pa tjetër me pas një lidhje me Kosovën. Po, a i tash apet është ndryshë na kur jemi orë në Kosovë, do më shkon, ina shku të dojt, ka pas atë thmi kalablake, kina lujt, ato janë, do më thonë, ato sene që mu më kanë bet, një sen shumë i bukur prej Kosovë. Një kujtem shumë i mirë, po besaj. Po, tash është apajt ndryshë se generacionit janë shku jashtë, shumë kanë bo familjet e veta, dhe nuk është se këtë në herë kur jam ardhon në Kosovë. Amo po më nona gjithë, do më thonë, sa më shumë i lidhë thmit e mi, si me muzikë, si kur të vina këtu në Kosovë, do me thonë mja u kalzu venet sa ma të shumë ta, për me pos, do me thonë, pozitivitet për Kosovën. Edhe diçka të mirë që me orë në Kosovë, me pos dëshirin me orë, dhe ka dëshirin për me orë në Kosovë fëmijët e tu, Adelin? Po, ata gjithë, do me thonë, edhe më shku tjetër kuan, ata kanë dëshirin veç më shku. Veç me shku diko, a? Okej, qëka ju pëqërë më shumë prej Kosovës, fëmive? Ma ndej për ndalim edhe të këti. Po besoj që te kini lidhe alomat veçanë, sepse ata janë veç fëmije dhe janë rritje sipër. Po, une besoj tash, fëmija e kanë këto ma mirja kur të gëzohen, kur t'jemi këto, se janë ma shlirë, do më thonë. Ajo është edhe prej neve, do më thonë prendve, se edhe na njëho ma shlirë kur t'jena këto. Për që ata kanë të ne krejt kështu easy. Shumë atlet. Po, shumë atlet. Do me thonë, ku me di që ka me bo dhe ka sene shumë ma shumë që mund është me bo me thëmi, është do me thonë krejt ndryshë është se jeta në Zvicër. A kishe pas dëshirë, Adelin, dojherë, fëmijët e tu me ardhe dhe me jetu në Kosovë? Po, shumë herë, sidomos sa ma e vjetër po bona, sa ma shumë e kam qatë mendim. Po prej që një 2 vjetë që shto, jam kujtu ma shumë, do më thonë se të ngre zemra të ngre ku e ki venin, do më thonë mu shpirti unë përshën Kosovë. Unë e di se tash këto ditëve të fundit vetë se kime u këthy në Gjermani, e në Zvicër në fakt, edhe më tregove që po dhem zemra pësi e të elon Kosovë.
Tepër. Tepër se, qysh më thonë, në Kosovë nuk e ki atë shtresin fizikisht, kështu psikikisht, që ato sene nuk e ki këtu. Do më thonë, këtu janë njerëzit edhe shumë ma open, janë ma qeta, janë ma easy, nuk i marrin sanët kështu shumë për zemre, janë kështu adin, qysh t'ju bje që ashtu është. Përshtatemi pak ma shumë ne. Po, atje nuk është, do më thonë atje është krejt e ki kështu me orar. Me kohë caktume, me limit. Po, e ki krejt me orar, do më thonë e mos më shku qësaj oraret e qëka dita krejt qashtë. Do më thonë automatikisht e ki një farë shtresi shumë atë madhë, se këto. Sigurisht. E që ajo është, si për thmi, si edhe për neve të mëdhajt, është ajo që neve në ngrese, edhe shumë në kohën e fundit, për një që shumë janë ka këthejhen, apet në Kosovë, do më thonë, ajo është ndo këtë arsyeja ma e modhe, se e një në vetën ma qetë këtë. Mirë, po ka shumë prej Kosovës që dojnë me shku dhe me jetu në fakt në diasporë. Po, unë e besoj që ato njerëzit që dojnë me shku që nuk e din qysh është jeta në diasporë. Se shumë kujtojnë i konë veç matë të paret, kujtojnë, bojna pare shumë, po, që ato pare nuk ja vlenë, se sa ti prej tash trunit tënë, trupit tënë, duhet milanë. Ajo është dalimi si dita me natë. A menon që në Kosovë bëhet një farjet e pak ma e mira Adilin, sepse shumë prej mërgjimtarëve kur vini këtu e shoh se e shija një njerëz zakonisht shumë. Po, do më thonë, e shoh shumë do në për TikTok e në për i shoh do kritika, që na u dhonë neve të mërgjimtarët edhe diasporës. Cilat janë kritikat që nështë ty të pengojnë shumë kur ju bëhen mërgjimtarëve? Normal, mu së më pengon asë një, se... Për nuk ishe pas dëshirë, do shta me i po, ose me ndëgjua ato komite. Për ndryshe, ku prekna pak është që ajo, kur vini, fryni, jo me kere, jo me pare, ama nuk është që aja, do më thonë, shumë njerëz vinë veç një herë në vitë këtë, edhe mënohen që ata 2 javë që i ka pushim, 3 javë, do më thonë krejt vitin, mi shtin në qata 2 javë, do më thonë. Qata 2 javë, e mënohem sa ma shumë e po, e sa ma shumë e shiju. Do më thonë nuk është që, a i na qatë sane kina në gjak, se na qashtu jena, do më thonë, neve na kona kjerët e mira, me pas pare bëlle, ajo është në sen që... Po ju veç diaspora, po, do më thonë, për kundra se, a i qëtë sen ishe sa ma shumë këto. Se që ishe atë. Unë e kam dëgju në fakt shumë komente, kër jemi të kjo pjesë, se më shumë jetë luksoze bëhet në Kosovë, ndështë se të kjo Zvicër. Po, edhe fakt që shto. Si e shë këtë Adilin? Edhe unë që shto e shë, se këtu njerëzit ma shumë këqyrin, do më thonë edhe femnat e shë, për shamull e këqyrin ma shumë, kështu e mi postajt, vetlat, adin me kom kështu ca kom pakom. Boni diçka nuk boni. Në Zvicër atje nuk është ashtë, do më thonë, jena për i me shumë të thjeshta, për që ta neve të i doken atëmve që kur të vina në Kosovë që na fryhom. A më na veç dojna me shiju që atje nuk po më e bërë. Nuk mundeni me e bërë. Po, a më ju për çka këta është që nuk ki, po veç për shkak se vakti nuk po t'lenë. Do më thonë nuk ki qatë shumë vakë për me mujtë po. Po. Okej. Një gjatë shumë interesante që mboni për shtypja është se Adilina është nuse në Bosnjë. Po, po. Të regam qysh ka qenë, si është prit kjo situatë, si është prit kjo situatë që pri familjarve, sepse sigurisht me tradita shumë për shqiptarëve kanë dëshirë që gjithmonë fëmijët e tyre me i po me shqiptarë, sidomos për juve që jeni në diasporë, edhe me i po ndoshta gjithmonë në Kosovë, edhe gjithçka me i lidh me Kosovën. Si është prit kjo vendimi jote prej familjarve tu? Do më thonë, unë e burin e kom njuftue në vakt shkollës, jemi konë shumë të ri, 16 vjetë. Për ati e shumë eri edhe ke 3 fëmijë. Po, 16 vjetë, do më thonë, jena njuftu në shkollë, edhe që ashtu tani masa nejna kam bet. Tash, për prindemi nuk i ka pengu kërë, se kanë ditë që është për ata u konë ma shumë fakt, tash mos me konë prej mos të thonë tash amnin. Prej fqinjive? Po, do më thonë aja u konë për to se kanë bo të madhe, kërë, do më thonë, e kanë qenë shumë të mirë kuptushëm.
Po tepe, nashtë edhe për atë fakt që janë konë dhe ata atje në diaspor, së është tash pa më ndryshe për neve që jena atje, se me konë tash këto. Amo, fakti tash jena në 2026, në do më thonë... është pak ma ndryshe. Po, është pak ma ndryshe se këtë në herë, kër i kanë marrë këtë në herë, do më thonë për që tash nuk bëhet fjallë heq, do më thonë nuk më posë kërë atë problem. Nuk e ke posa. Qështë ka pritë Bosnja, t'ju Adelina? Shumë bukur. T'ka ndosht shumë si Adelin si një vajzë shqiptare që jetë në Zvicër? Po, ju për kundrazi kur s'këm posë problem. S'ke posë? Kur, janë edhe ata shumë, se janë shumë të ngjashme tash traditat. Kemi traditat shumë të njëjta në fakt. Po, janë shumë të njëjta veç që gjuha nuk përbashkohet, ama për ndryshe, do më thonë, krejtësanet janë goti njëjtë. Bashkëshorti nëse s'gabojmë është këtu në Kosovë, sepse vaj vjen në Kosovë, sa i pëlqen Kosova dhe sa ndoshta e gjen veten në Kosovë? Shumë mirë për fakt, do më thonë të parën herë u konë me të 9 muj, kër jam ardhë veç me burë këtu, se që u konë e para herë që u ardhë, për arsye se këtë në herë u duft me marë vizë, a ne i knepër me mujtë aj me hinë Kosovë, të një kër i kanë hek tash për të u konë makalaj, po, e të parën herë i në orë pa fëmi për me mujtë mi... Do shta mja kalzu kështu venin adin me kundra hatë. Kosovën pak më shumë, po, mja kalzu Kosovën qashtu. Amo shumë mirë, sa edhe atje ka shumë shok shqiptar, edhe ato për fakt janë këthy apet në Kosovë, jena shkumi potën edhe ato, do më thonë, aj Kosovën e dënë shumë. Kur dënë ty, sigurisht se dënë edhe Kosovë. Normal, ajo është. Okej, Adelin, si po shkon, e përmendit që tash e ke lënë biznisin, tash jetë u marrë ma shumë me social media, si po shkon kjo pjesë për ty? Edhe në fakt, si po të prisi njerëzit, unë kam posë ke gogja shumë djekës, po duan gogja shumë njerëzit, po të regon momente prej ditës tonde. Po, do më thonë, unë e kalzëj ditën që shtu që shjam, do më thonë, sa bakur qona me kun që shtu e ajtë, unë ato në social media e kalzëj në për Instagram, se për mu është aja jetë reale, do më thonë, kërkush nuk qohet në sabaj edhe ka make-upin, kështu të cakum pakum, do më thonë, unë që të sani i këqyri shumë, për mja u kalzu njerëzve, janë ditë që nuk janë edhe kalaj, po janë ditë edhe që të shkojnë kështu, ka gja mirë. A dhe kështu... Ke qef me që se cili person që të ndjek me gjithë vetën sa do pak të këte? Po, shumë. Sepse jo gjithmonë mundemi me qenë mirë me disponim, jo gjithmonë mundemi me qenë të kurum, zbukurum, derin të tajnë e fundit. Kështë ke qef me gjithë se cili njëri vetën. Cilat janë komentet që ke marë, publikimet e para në fakt që ke pas në rrjetet sociale? Unë e kam fatin që s'kom pas kur kritikat të mdoja, shëqër, nashta edhe për atë fakt që bujnë followve që ato njerëzit që shohin vetën të ashte one, për që ta nuk muj me thonë se për e men nuk kom pas goti kur më duket veç në herë më ka thonë njona që shpu më nësh me shpinë që shtoa, që ashtoa, do më thonë aja nuk është kritik për mu. Amo edhe prej kritikës ti mësën. Tash nuk e kam, nuk i bëj këto sene tragjike, se nuk mund shme pëlqy të shkojna. Sigurisht. Edhe sot e kanë të drejtën edhe mundësin se cili me komentu, kështë që është pak ma... Normal, është e pak, po. Do njerëz e kanë habe, që ashtu veç me komentu pa lidhja, mos... Se ke fone problem. Ja, nuk e bëj shët. Okej. Qështë isha tash rinin Kosovë, Adelin, sepse je vetë re, edhe sigurisht se e ke edhe mundësin edhe fatin me taku dhe shumë të rinë Kosovë, me po ndryshimit që ka ndodhë prej kalimit viteve në për Kosovë. Të regam si e shetë ashtë i Kosovën, përgjësi të rinë të Kosovës? Unë është Kosovën që ka bo një hapë shumë të madhe. Do më thonë e hapë shumë të madhe me infrastrukturë, me sene këto, edhe pak me kulturë, adin janë ta shumë qelta, janë nuk është... Po që ka ndru mentalitetin Kosovë? Po, besoj që janë ma qelta. Do më thonë ma qelta dhe për njerëz të tjerë, për kultura tjera, nuk është tash si këtë në herë. Që aja dhe bënë Kosovën tash që shështë. Do më thonë, generacionet e reja e bujnë këtohën. Që i vlerësën gjeneratët e reja? Shumë. Mendon se ka pas nevoj për ndryshim të mentalitetit në Kosovë? Jo. Sepse ndoshta kemi qenë pak ma paragjikus dikur, sepse s'kam pas shumë mundësin edhe fatin ndoshta shumë pri Kosovës me dalë, me vizitu, me pas si është jeta realisht edhe jashtë Kosovës. Nuk besoj, sidomos për shembull të na në Zvicër është Kosova edhe tradiciat e Kosovës janë shumë në hype.
Do më thonë, për me e kum po një ditë, nuk është mëti, që kanë shkru gazeta zvicrane që gjuha e tretë mas anglishtësh është shqip që folet. Që folet në Zvicër. Po, që folet në Zvicër. Të tregot numri madh i shqiptarëve. Qashtu, do më thonë, jena shumë në hajë, do më thonë si ta ditat si tjertë, amo jo veç të shqiptarët, po edhe të ata që jenë zvicranë, të kulturat e tjera, do më thonë aty në i interesën, edhe jenë kështu shumë, i duket shumë wow. është diçka shumë e bukur, e ajo neve na bën shumë të lumtur. Okej. Me qenë se me prioritetet kemi prej Mitrovicës. Po. Shkon atje viziton po besoj Mitrovicën, çka të pëlqen edhe çka të merr mallë më shumë ti për Mitrovicës kur nuk je këtu në Kosovë? O, në Mitrovicë, do më thonë, aj mu, ashtu se ashtu për krejt Kosovë në merr molli, se s'ko lidhja, jo më në tash në Mitrovica. Po në jemi të Mitrovica, sepse është një prej qyteteve që se cili shqiptarë qovë që jeton jashtë, po edhe këtu në Kosovë, e ka pak ma shumë pikë dëpt. Po, është pika edhe se qatë buhet, është në Mitrovica. Amo, si më thonë, unë si fëmi tash kur jam konë Mitrovic, e moj men u konë atë të sheshi Mitrovicës, u konë një fardjoli që shitke kështu sendviqet, a din të nëzeta që mu ishë kështu ka 50 cent janë konë këtë nëhe, ka 50 cent janë konë edhe gjithë që aja do më thonë është për mu me shku në Mitrovic. Me shku me hongër tosta ka 50 cent Mitrovic. Tostat e 50 cent është për mu, do më thonë mu që aja, ato janë krejt sanet që të kanë me të kujtim. Edhe qaj ty të kënaqsh më shumë? Normal. Sanet e thjeshtë, do më thonë musëm nuk më vinë luksi. Unë jam e knaq një kafe me shku me pinë Mitrovicë, vesh me po Mitrovicën, unë jam... Shumë e ljumëtë. Po. Edhe prenti ke në Zvicër, të regam sa të ljumëtë janë ata kër e shojnë lidin që e ke me Kosovë? Unë e besoj shumë, se normal se cili prind është e knaqën kër e din afëmja, se edhe sa ma shumë këm një edhe shumë që nuk din më me folë shqepa, nuk i kanë mësua, që kam do, ajo është, do me thonë se cili i ka sanet e veta arsyet. A më në besoj që për prindë mi është shumë knaqësi, kër jam qaq e lidh, do me thonë, me Kosovën. A kështë pas dëshirë që të njëjtën lidhje me pas edhe fëmijët e tu me Kosovën e një tavë? Shumë. Edhe gjithë e kam kështu në kry, i shola e kanë edhe fëmijët e mi qaq që janë edhe ata qaq të lidhët si une. Qa ju kështë e thonë krejt shqiptarëve që po të ndjekin, Adelina? Po flasim si për gjeneratat reja, si për ata që janë në diasporë, tash për venin Kosova, për Kosovën, për shka të dush, me qenë se e vrinë dalimin mes Kosovës edhe Zvicrës edhe jetës që bëhet, të ndashtë edhe jetës që bëhet atje, cili kish me qenë një mesazh jote si mërgjimtare, drejtush? Do më thonë, unë personalisht jam gjithë pozitive, do më thonë, qka mos më ndodhë tash një jetë ta me unë i këshyri sanet pozitiv, do më thonë, unë ju kisha thonë krejtve, mos i me një sanet shumë ofër zemrës, a më vitë që jenë në jetën sa ma shumë. Si në Kosovë, se atje... Edhe hajdini ma shumë Kosovë, Edhe hajdini ma shpesh. Hajdini ma shpesh në Kosovë. Hajdini ma shpesh, që ashtu. Unë në dashur, po du me të falenderu, jashtëzakonisht shumë që ishe sot pjesë e jona, sepse di që keme u nisë edhe për rrugë, sepse keme u këthi për Zvicër. Që të falenderoj shumë që ke nda ko për ne, isha shumë i lumtur që ishe pjesë e jona. Falenderit shumë edhe për juve. Edhe mirë që ju kemi juve mërgjimtare. Falenderit shumë për ftesë, do më thonë, unë keni knaqë qëto. Falenderit shumë. Falenderit shumë. E nga kjo bisedë me Adelinën, unë ju lëmë pak marketing edhe sigurisht të takohemi pas pak në pjesën e dytë me mësafirin e dytë në studio.